Standardet e dy fyshta vazhdojnë edhe mëtej në rajonet e përmbytura. Ajo që ditë më parë ishte prezente në shpërndarjen e ndihmave dhe ndihmën e institucioneve, sot u vërejt edhe gjatë dezinfektimit. Kështu që derisa një pjesë e fshatit Stajkovës është dezinfektuar, në Hasanbeg as sot nuk janë vërejtur ekipe për të filluar dezinfektimin, pavarësisht se një gjë e tillë u paralajmërua që dje. Do mizat zeza janë lajmëruar, që familjen tash i çova këtë në qytet i çova. S'kam kërkuj këto, nëse asur që ka e shifni, këtë është e dëmtume. Ditën e tretë nisa mu krujtën, kanë këtë do mizat zeza ato, ka që këtë e masha dorën nuj, ma shumë mujtë ftofti masha. Me të vërtet s'po durohet, nuk është dhimbë, po është siklet i madhe dhe durët po kruan. Ja, shishpe shifni në vetë, ja, shifni, kjo është sen që shifat, nuk është që edhe kom njëjtë që ashtone. Edhe me të vërtet, s'jem të ditë ku mu drejtuhe mu. Vajzën e po tanë infektivna që ditë në rene kam, është të mbarin infuzia se pjese e lukëthit shtjera ta, nuk pedimin e na vetë që ka është, po kjo është, epidemia është. Në këtë pjesën, ku i thojmë na xhamia e dëshmorëve, në këtë pjesë nuk kum pa kur gjojq. As një sen nuk kum pa, as kryqin e koq, as jo. Thëjsh për ministrijës diçka do një ofrim, une nuk përsho për veti, as një sen nuk jam të pa. Ja që me pushtra ja ka njësë më mdale, ka kraut. Dveld më minë që kejtë dveld të sot. Era kejtë që po janë tej, po. S'kam qenë, po shtenë do të shkoj. Se po më gjekë trupi, po më gjekë kraut shumë. Derisa rreziku për paraqitin e ndonjë epidemie nga papastërtia është shumë i lartë, Ministria e Shëndetësisë nuk ka organizuar as edhe ndonjë punkt të vetëm ku banorët e Hasanbegu do të mund të pajiseshin me pajisje higjienike si maska, doreza, gome apo ndonjë dezinfektues. Të vetmen asistencë mjekësore që Alsat takoi në rrugët e Hasanbegut ishin 2 motra medicinale që kontrollonin të sëmurit kronik. Ata posedonin vetëm disa lloje të ilaçeve që përgjithsisht mund t'ju shërbenin pacientëve, por prap se prap roli i tyre ishte më shumë i karakterit këshilldhënës. Të sëmurët kronik janë më keqe tani nga stresi që kanë përjetuar nga vërshimet. Sëmundja e tyre është rritur më shumë. Tension i lartë, diare hasen më shpesh. Ne kryejmë aktivitete këshilluese shëndetësore, i qetësojmë psikikisht pacientët, shohim se çfarë terapi marrin, u amatim tensionin dhe ju japim ata barna që i disponojmë. Sipas informatave zyrtare, 10 ekipe mobile të mjekëve qarkullojnë në të gjitha zonat e përmbytura, edhe atë kryesisht Hasanbeg, Stajkovës dhe Straçinc. Çdo ekip posedon nga 2 paketa me barna që pretendohet të jenë më të nevojshme për raste të këtilla. Ndërkaq më të shpeshta janë ato për tension gjaku dhe alergji. Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë edhe një javë pas vërshimeve nuk ka pozicionuar punkt të ndihmës së parë në rajonet e përmbytura.